Kur tragjedia godet një qytet, solidariteti është përgjegjësia më fisnike që mund ta bëjmë. Këtë vit, Dita e Evropës nuk do të shënohet me fjali e ceremoni, por me hapa që mbajnë peshën e dhimbjes dhe fuqinë e shpresës. Në 7 qytete të ndryshme, njerëz të çdo moshe do të vrapojnë me një qëllim të vetëm. Ti zgjasim dorën Koçanit. Në moton të gjithë për Koçanin vrapojmë së bashku, delegacioni i Bashkimit Evropian dhe rjeti Europe House na ftojnë të bëhemi pjesë e një gare ku fiton zemra jo shpejtësia. Dhe për të na treguar më shumë rreth kësaj iniciative humanitare që na bashkon për te kufive, kemi sot edhe zotri Valon Saliun, i cili do na flet për këtë aktivitet kaq human dhe kaq të bukur. Faleminderit që edhe në këtë katrahur të kohës që i keni të stërngjeshur, sidomos tani pasi që vetëm 2 ditë na ndajnë nga ky manifestim, juve gjetët kohë jeni pjesë e emisionit. Mirëmëngjes Xhanan, faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë zakonisht që na jepni që t'i prezantojmë aktivitetet tona deri te shikuesit e televizionit. Dhe po, siç e ceke, të dielën me 25 maj, e kemi një ndër eventet më të rëndësishme për këtë vit. Ajo është gara Vrapojmë për Koçanin të gjithë së bashku. Është në sajt të aktiviteteve të cilat i bëjmë për Ditën e Evropës. Zakonisht muajin maj kemi të stërngjeshur me aktivitete, siç e thëve ti. Mirë po, dallimi me vitet tjera është se zakonisht neve festojmë Ditën e Evropës. Mirë po, këtë vit nuk pam arsye për ta festu. Mirë po, do ta shënojmë me një aktivitet i cili shpresoj që do ta jep edhe mesazhin e vet dhe do të jep një farë shtytje, bamirësie dhe më e rëndësishmja shpresoj që donacioni i cili do të mblidhet do t'ju ofrojë të paktën një ndihmë atyre të cilat kanë nevojë. Jam e bindur se Europe House gjithmonë është këtu për ne, për dyert i ka të hapura gjithmonë për gjithë shka që na nevojitet. Ideja për të solidarizuar me Koçanin dhe për të qenë pjesë e kësaj fushate dhe për të solidarizuar jo për medalje, po thjesht për të ndihmuar të gjitha ata të cilët ishin familje të prekura nga rasti më tragjik kohëve të fundit që i ndodhi Maqedonisë së Veriut. Si ishte reagimi emocional, institucional, apo një këmbim i të dyjave? Si lindi ideja? Xhanan, siç e ceka edhe pak parës, ne zakonisht kemi sër aktivitetesh. Shumë, sidomos muaji maj e muaji maj, nuk është më Dita e Evropës, po është muaji i Evropës. Ashtu kemi filluar më ta shënojmë. Kishim neve disa plane të ndryshme për këtë vit. Zakonisht planifikimet fillojnë shumë më herët. Mirë po fatkeqësisht ndodhi ajo që ndodhi në Koçan edhe siç e ceka nuk pa arsye për të festuar. Edhe duke marrë parasysh se si shtet kemi atë simbolikën e solidaritetit, sidomos pas tërmetit që i ka ndodhur Shkupit edhe gjithë asaj. Deshëm që në atë frym ta japim një mesazh këtë vit. Edhe duke mbledhur ide, duke analizuar se çka mund të bëjmë paktën për Koçanin, erdhëm deri te ideja që t'i shtyjmë të gjithë bashkë të bëjmë diçka, mos jemi vetëm ne Europe House. Nuk dallohet mosha, nuk dallohet po. Edhe kështu që erdhëm deri te ideja të bëjmë një garë, e cila nuk e ka atë karakterin garues, edhe pse quhet garë, por është thjesht një vrapim me një qëllim i cili është ndihma dhe solidariteti. Për atë edhe kur bëjmë thirrje, e cekim atë se nuk duhet t'jesh as fit, nuk duhet t'jesh as njeri që mirret me sport, tjetër send është mesazhi, ideja dhe ajo që do të bëjmë. Thjesht të tregojmë që jemi këtu të gjithë. Po. Edhe fatmirësisht ka shumë interes. Donacioni bëhet online. Për momentin është mbyllur për Shkup. Qytetin e Shkupit, po e kuptuam pak para se më në Shkup ka mbaruar. Po, për qytetet tjera ende ka hapësirë edhe sot. Mbahet në 7 qytete? Po, në 7 qytete. Kishit ndihma nga autoritetet lokale për të organizuar e gjithë kjo? Po, shife, ne si Europe House funksionojmë me 7 qendra. Kemi në Shkup, në Manastir, në Strumic, në Veles, në Struk, Tetov edhe Kriva Palla. Edhe duke marrë parasysh se vetëm kemi rjetin dhe faktin se duam të vrapojmë i gjithë shteti, në aspekt regional me këto 7 qendra që i kemi mbulohet i tërë territori
i shtetit tonë, kështu që në aspektin e teknik të organizimit e kishim më lehtë pasi që veç më kemi kolegë në secilin qendër, ndërsa sa i përket institucioneve gjithsesi se kishim dyert hapura, e din për të organizuar një event të tillë duhet mbyllish rrugë, duhet mbarësh leje, duhet kesh zjarr fiksa, duhet kesh policie, kështu me radhë. Ka sër aktivitetesh të cilat duhet i kalosh me institucionet lokale, kështu që jemi falënderues se gjithsesi se na dolen në përkrahje. Besoj që do kalojmë një ditë ashtu si. Nga sa ora fillon i gjithë aktiviteti në çdo qytet? Aktivitetet fillojnë nga ora 10. Në secilin qytet, në Shkup do mbahen dy lloje të garave, njëra është 5 km, tjetra është 10 km. Gara e 5 km do të fillon ora 10, ndërsa gara e 10 km fillon prej në ora 11. Piknisja është vodhënia e mesme të parkingu dhe vrapohet deri në Shën Pantelimon deri atje po. Edhe një gjë që dua të cekoj se ditën e diel komunikacionin deri në vodhën do jetë i kontrolluar, ndërsa parkingu nal do jetë i mbyllur. Dhe më për këtë qëllim kemi organizuar autobus të cilët do të dërgojnë njerëz. Ja keni menduar edhe njerëzve të cilët nuk janë pjesë e fushatës, domethënë keni menduar gjithkund. Domethënë ditën e diell për Shkup po flas, prej në ora 8:30 deri në ora 10:10 do ketë konstant autobus të cilët do marrin njerëz nga tregu i luleve të Cvetën Pazar, që është poshtë në qendër dhe do të frekuentojnë gjatë tërë ditës deri në nat. Ndërsa prej në 12:30 deri në 2:10 do të ketë autobus të cilët do të sjellin njerëz poshtë. Kështu që aspektin e organizimit e kemi të organizuar. Sa i përket pakove dhe numrave, prej sot fillojnë ata që kanë aplikuar edhe kanë një email që është konfirmuar donacioni edhe atë numrin startues, mund të vinë në zyrat e Europe House në Shkup, sot prej orës 9 deri në ora 7 do jemi aty, ndërsa nesër prej ora 9 deri në orën 4 gjithashtu do... Që ti marrin? Po. Gjithçka që ju duhet është vetëm atë emailin me konfirmim, ndërsa nëse kanë aplikuar si grup, pas që kemi biznise shumëta të cilat kanë aplikuar. A ka ndodhur edhe kjo? Po, edhe ata mund një person, një përfaqësues vjen t'i merr numrat e të gjithëve. Përmende pak më herët se nuk duhet të jesh atlet, nuk duhet të jesh sportist për të marrë pjesë edhe në këtë fushatë. Sa është e rëndësishme që një qytetar i zakonshëm, një nën, një i moshuar, një adoleshent e ka ndjenjën se po bën diçka të madhe? Sa i nëpërmjet kësaj tenton që të solidarizohet dhe të tregon atyre në Koçani se ne jemi këtu me ju. Ndoshta nuk e ka pasur mundësinë, ndryshe ju na dhat mundësinë që të paktën nëpërmjet kësaj të tregojmë se të gjithë jemi së bashku. Jo rastisht edhe shuma e donacionit ose antarësimit për të marrë pjesën në garë është simbolike, është 300 dinar. Mirë, po platforma ishte e hapur për çdo kënd që don të jep donacion më të madh, gjithsesi se mund të ishte ekziston të mundësia që edhe... Po, kështu që ka individ që kanë dhënë donacion shumë më të madh, mirë po në fund të ditës simbolike është që gjithkujt ja japim atë ndjesinë se jo gjithkush ka akses edhe mund të mbrin deri në ka kanale nëpërmjet cilave mund të pas ngjarjes në Koçani gjithsesi se u hapën mundësi të ndryshme për të dhënë donacione. Mirë po në rastin tonë në garë, disi je edhe prezent në... E ndjen e prekat që je duke... Kështu që ideja ishte, jo rastisht është të vrapojmë gjithë së bashku, pasi që të japim një mesazh kolektivisht gjithë në një ditë në një vend. Ka ndonjë statistikë deri më tani të gjitha 7 vendet se sa persona kanë aplikuar? Ka mjaft, për secilin qytet ndamas nuk e di saktësisht se ende është hapur aplikimi. Mirë po në Shkup, në garën 5 km kemi kaluar 1000 gjithsesi, ndërsa 10 km qindra gjithashtu janë paraqiten. Kështu që nalt në vot në do jetë rëmuj gjithsesi, plus do ketë njerëz që do vinë. Edhe një sens që dua të cekoj se gjithë ata që nuk kanë mbrit të aplikojnë,
atë ditë lartë Kryqi i Kuq do ketë edhe atë kutinë e donacioneve. Kështu që mund t'japim donacion edhe gjatë ngjarjeve. Çka dua të cekoj se gjitha ato holla që do të mbledhen nga ky event shkojnë direkt në Kryqin e Kuq. Këtë doja të pyes, çfarë është lidhja me Kryqin e Kuq? Çfarë si luan rol Kryqi i Kuq në gjithë këtë pjesëmarrje, në gjithë këtë aktivitet? Po të e marrë parasysh se Kryqi i Kuq vetëm ka një platformë, edhe ka kanalet edhe thuaj planet në aspekt ndihmës në Koçani. Neve na duk më arsyeshme që gjitha këto që mblidhen të holla të hipen në Kryq të Kuq, edhe të jenë si pjesë e asaj që vetëm Kryqi i Kuq është duke e bërë për Koçanin, në vend se të vinte neve, pastaj të... Pak më e gjatë jetë procedura ju e keni... Nuk është aspekti procedurës, po vetëm ka një platformë e cila mirë, po, edhe Kryqi i Kuq është një ndër organizatat të cilat janë më të besueshme në aspekt. Kështu që zakonisht gjitha eventet që i bëjmë, mundohemi që bashkëpunojmë me organizatat të cilat janë më relevante. Kështu që Kryqi i Kuq besoj që ishte... Për momentin është ndër më të besueshme dhe të para që padyshim tregoi solidaritetin dhe ishte aty për aty. Në një kohë ku fatkeqësisht shpesh flitet për ndarje, për konflikte, për polarizim, ky aktivitet po e shndron atë në një aktivitet të përbashkut ku pa dallim moshe, gjinie, feje, nacionaliteti të gjithë jemi së bashku. Është një gjë për tu përshëndetur dhe është një gjë për të cilën shpresojmë që jo për kështu raste, por shpresojmë që edhe për raste pozitive të bashkohemi të gjithë së bashku. Ju bën kjo edhe më krenar se i keni mbledhur të gjithë nga të gjithë vendet, vetëm në një vend të vetëm të gjithë jemi bashkë? Kjo ngjarje posaçërisht, mirë po nuk është e vetmja. Neve vetëm vitin e kaluar kishim dikun 999 evente në gjithë Hirietën. Do të thani bie dikun 3 ngjarje në ditë. Çka është interesante në Europe House është se gjitha aktivitetet janë të fokusuara tek të rinjt. Jo rastisht edhe moto e Europe House është the place of the new generation. Yes, po. Është vendi i gjeneratës së re, edhe gjithçka që promovojmë, gjithçka që bëjmë, mundohemi që ta kemi edhe këtë momentin e diversitetit, multikulturës e kështu me radhë, edhe të bëjmë një përzierje, pasi që vlera evropiane këtë e ka. Do thotë në Evropë kemi në nacionalitete të ndryshme, gjithë janë në një umbrell, kështu që Europe House është një institucion i vogël i cili e përfaqëson atë që realisht e pret vendin tonë. Shpresoj në të ardhmen edhe në Europe House bëhen gjitha këto aktivitetet që të japim një farë mesazhe, të japim një farë ndjesie, edhe të japim një farë kanali, mundësi, ose të hapim një derë të rinjve, gjithë që kanë një farë iniciative, që kanë një farë ideje, duke filluar nga aspektet kulturore, sportive, sipërmarrëse e kështu me radhë, kemi debate të ndryshme, kemi evente të ndryshme, edhe jo rastisht shumicën e eventeve, sidomos këto gjatë aktiviteteve të muajit të maj, i bëjmë me një simbolik. Vitin e kaluar kishim një koncert ku bëm një kalim të kohës, këngë të vjetra këndoheshin nga artistë të ri. Ideja ishte të promovojmë artistë të ri, mirë po duke mos harruar të vjetrën. Gjithë kjo u bë në platon e Universitetit Shën Kirilli. Para asaj, një vit më parë kishim eventin në parkun e Gazibabës, një vend i cili është anashkaluar dhe është harruar nga qytetarët. Mirë pa ditë u shëndru në një vend sikur të jesh diku në Evropë. Kishim një konkurs arkitektonik të cilin organizuam në postën e qytetit Shkupit, e cila është ndezur, mirë po duke dhe një mesazh. Kishit lojën online ku fitoj? Po, loja online navigator, në bazë të cilave i mësoshim të rinj për drejtat e njeriut. Edhe si vjet reception day që bëhet nga delegacioni, u organizua në Muzeun e Arteve Bashkëkohore në Kalan e Shkupit, dhe jo rastisht duke përcjell mesazhin e solidaritetit, pasi që e dim se ai objekt është për një ndër objektet
e para pas tërmetit të Qytetit të Shkupit, kështu që secili vend, secili objekt, secili vend ku organizojmë evente ka një mesazh në vete dhe shpresoj që po bëjmë një punë dhe do japim një farë. Gjatë ditës si vjet për ditën e Evropës, gjithashtu nuk e di nëse e keni përcjell, ndriçuam në 7 qytetet disa objekte kulturore me ngjyrë të kaltërt. Mesazhi i kësaj ishte të jemi një farë ndriçimi i cili të çoj këtë. I cili po shpresojmë që të na pret në një të ardhme të shkurtër të ndriçojmë të gjithë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ju personalisht të njiheni zotri Saliu. Valon, të lutem të them pasi që jemi miq dhe e kam të vështirë të trajtohem kështu. Gjithmonë në rrjetet sociale të ndjek dhe pa marrë parasysh aktiviteteve të Europe House, ti ke qenë nga ata që gjithmonë ke marrë pjesë në garat të vrapimit. Këtë herë, si është puna me Valonin? Ndihesh i gatshëm? Kësaj here, duke e marrë parasysh se... Maratonat i ke për qefi? Po, kam disa medalje. Gjithë maratona. Mirë pas njerë nuk kam qenë në aspektin organizativ. Në qytet Shkupit, kur kemi qenë si njën nga mbështetësit më të mëdhenj të maratonës së Shkupit. Mirë po në aspekt organizativ nuk kam marrë pjesë. Edhe është hera e parë edhe kisha nderin që ditën e parë kur u hap platforma të bëj donacionin e parë, edhe për 10 kilometrëshin numrat filloshin nga numrin 1000. Edhe kisha fatin që ta kem numrin e parë si vjet, kështu që do vrapoj me numrin 1000 në 10 kilometrëshin ditën e. Kështu që të urojmë shumë suksese. Dua për në fund një mesazh, një thirrje apo një ndjenjë që do jetë ajo nëpërmjet ty për të gjithë ata që po na shohin, të jenë pjesë, pasi që thatë edhe nëse nuk kanë aplikuar në siteza.kuçani.m, ka munden në vend në parkingun e Vodnos, apo nëse nuk jam gabim, të bëjnë donacionin e tyre. Të lutem që të solidarizohemi të gjithë dhe një mesazh nga vetë ju si Europe House. I ftoj gjithë të dielën, do thotë si që ceka do kemi autobus të cilët do bëjnë organizimin e transferimit të njerëzve deri në mirë po ata që duan ta shtyjnë veten ende më shumë, do ketë rruta nëpërmjet të cilave edhe në këmbë do hypet deri në. Kështu që jo vetëm ata që vrapojnë i jap një apel të vinë edhe qytetarë, shpresoj se do kemi kohë të mirë, shpresoj se nuk do kemi një ditë me shi, edhe ta japim një mesazh, ta simbolizojmë atë ditë si një ditë e cila të paktën për diken do jep një farë mbështetje, do përcjellim një mesazh si duhet dhe shpresoj që të kemi një ditë të mirë. Mirë po, anash ditës së diel, dua të jap një mesazh edhe të gjithë të rinjtë të cilët na përcjellin. Dua t'ju them se dyert e Europe House janë të hapura për çfarë do lloj iniciative. I lus që të vinë, të interesohen, të rjetëzohen me shumë të rinj që vinë aty, pasi që secili event që e bëjmë të jep një mundësi për të njoftuar dikën, për të ardhur të ndonjë ide, dhe gjithsesi se mbështetjen prej Europe House për ekipit ton do e ketë pa marrë parasysh a jeton Shkup, a jeton Struga, a jeton Tetov. Dera Europe House është e hapur, krejt që duhet është të kenë një ide, edhe në aspekt të logjistikës, të hapësirave, do e rregullojmë. Do e rregullojmë, jeni ju aty për ti. Na duhen vetëm ide se gjithçka tjetër e rregullojmë me Europe House. Faleminderit shumë Valon, shpresoj që të mblidhen sa më shumë njerëz dhe e them përsëri nuk dua që të ndodhë një fatkeqësi që të mblidhemi të gjithë së bashku, po është mirë që ndonjëherë edhe vetëm për gjëra të mira, për gjëra të bukura ashtu siç i keni pasur aktivitetet e shumta të cilat më duket se janë një metaforë që na tregojnë se jemi drejt një synimi të përbashkët për të vazhduar një të ardhme më të sigurt dhe më të mirë nga Europe House që na mbështet dhe na përkrah për gjithçka. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi çdo.